Në bibliotekën publike të Vlorës, Shefqet Musaraj është organizuar këtë të premte ceremonia e shpërndarjes së çmimeve për shkollat dhe nxënësit që morën pjesë në konkursin letrar artistik ëndërrime. Shkollat dhe nxënësit u vlerësuan për përkushtimin e tyre në zgjimin e shpirtit letrar tek të rinjt, duke mbjellë në zemrat e tyre fjalë dhe magji të artit të shkruar. Shkollat pjesëmarrëse në këtë konkurs: Shkolla Perla, Mustafa Kemal Atatürk, Avni Rustemi, Ismail Qemali dhe Jani Minga ishin të pranishme në ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Drejtuesja e Bibliotekës Publike të Vlorës, Shefqet Musaraj, Iltiana Koleka, theksoi se ëndrat nuk kanë mosh, nuk kanë kufi dhe nuk kanë frikë. Ajo vlerësoi projektin kulturor për edukimin e brezave, ndërsa tha se nxënësit dhe fëmijët duhet të inkurajohen të lexojnë e shkruajnë. Ju me krimet tuaja na keni treguar se ëndrat nuk kanë mosh, nuk kanë kufi dhe nuk kanë frikë. Keni treguar se dritën e shpirtit tuaj dini ta ktheni në fjalë. Dhe për një bibliotek, kjo është dhurata më e çmuar. Vlerësoj gjithashtu edhe stafin e Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj, që me pasion dhe profesionalizëm është gjithmonë pranë çdo projekti kulturor dhe edukativ, duke kthyer bibliotekën në një hapësirë të gjallë, të hapur dhe bashkëkohore. Një falënderim i veçantë shkon për drejtoreshën e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Vlorë Himar, zonjën Gentjolasheu, e cila me vizionin dhe mbështetjen e saj i jep arsimit të qytetit ton shtysën më të zhvilluar për të zhvilluar projekte të tilla që ndërtojnë ura, nderojnë fëmijët, shkollat dhe gjithë komunitetin. Sot, me ceremoninë e ndarjes së certifikatave të vlerësimit, ne nuk mbyllim vetëm një konkurs, por hapim një rrugë të re. Një rrugë që shpresoj të vazhdojë të zgjerohet dhe të motivojë edhe më shumë nxënës të shkruajnë, të lexojnë dhe të besojnë te vetja. Të dashur nxënës, mbajeni librin pranë, mbajeni ëndrrën gjallë, sepse në çdo faqe që shkruani, rritet pak nga pak edhe qyteti ynë, kultura jonë e ardhmja jonë. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve për praninë dhe bashkëpunimin, ju uroj suksese dhe krijime më të bukura në vitet që vijnë. E pranishme në këtë aktivitet, drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës, Angela Kaplani, vlerësoi aktivitetin, ndërsa tha se nxënësit dhe të rinjt jo vetëm që krijojnë, por bëjnë mrekulli në qytet. Jam shumë e lumtur që Iltana na mbledh gjithmonë për të tilla evente, kaq të rëndësishme dhe kaq të mira për gjithë të rinjt e qytetit. Dhe jam e sigurt që të rinjt jo vetëm që krijojnë, po bëjmë mrekullira për të gjithë ne. Më pas është zhvilluar ceremonia e ndarjes së certifikatave të vlerësimit për drejtuesit e shkollave dhe nxënësit që morën pjesë në këtë konkurs. Është kënaqësi e veçantë për mua të jap certifikatën një personaliteti të shquar në qytetin e Vlorës. Certifikat vlerësimi, njihet dhe vlerësohet shkolla jo publike Perla për përkushtimin e saj në zgjimin e pasionit letrar tek të rinj, duke mbjellë në zemrat e tyre dashurinë për fjalët dhe magjinë e artit të shkruar, me mirënjohje dhe respekt. Faleminderit juve. Faleminderit mua, ka pëlqyer shumë të flas, gjithmonë merr me punë. Kemi parasysh që shkolla i ka pas tradit, ka zënë edhe vëndet e para nuk diskutohet matematikë, fizikë e kimi, por ka pasur 3 gjëra, 2 herë medaljarë i maturës shtetërore, një e dyta 3 veta në Massachusetts në 100 më të mirë të botës, dhe 3 në 2014, Gjimnazi Perla ishte 23% në 100 më të mirë të Shqipërisë. Dua të falenderoj kolegët e mi drejtues shkollash, po edhe kolegët mësuese, në veçanti drejtoreshën Iltana Koleka për gjithë këtë aktivitet me shumë vlera, jo vetëm për juve si nxënës, me krijimet tuaja dhe me gjithë veprimtarinë që keni bërë, po edhe për promovimin e artit dhe kulturës e gjithë këtyre veprimtarive kulturore në qytetin e Vlorës. Faleminderit. Unë kam një falenderim të veçantë që e meriton drejtoresha e bibliotekës, zonja Iltana. Ju falenderojmë sepse ju jeni, këtë duhet ta theksoj, sepse ju jeni ajo që keni hapur dyert për bibliotekën për të bërë aktivitete kaq të bukura. Më përpara do në jam bërë, por jo kaq madhështor dhe me një krijim nga ju që të falenderoj pa mas që na bën pjesë.
Faleminderit shumë. Doja të falenderoja drejtoreshën e bibliotekës dhe gjithë stafin e bibliotekës për veprimtari dhe organizime të tilla të cilat i zhvillojën me pasion dhe përkushtim, duke u hapur, duke u dhënë zë fëmijëve dhe duke u hapur dritën e dijes dhe duke i bërë të dashurojnë akoma më shumë librin. Një falënderim i veçantë shkon për mësuesit e gjuhës, sidomos të shkollës sime, të cilat janë gjithmonë të palodhura dhe inkurajojnë gjithmonë nxënësit duke i detyruar, duke i inkurajuar që të shkojnë drejt rrugës të bukur të artit. Falenderoj nxënësit e shkollës Ismail Qemali dhe dua t'u them se ju jeni arsyeja që unë sot jam këtu. Aktiviteti, përveç ndarjes së certifikatave, kishte edhe një ndërthurje me element artistik nga nxënësit e shkollës artistike Naim Frashëri, por edhe me element letrar. Teksa në fund, nxënësit pjesëmarrës kanë lënë përshtypjet e tyre edhe në këndin ëndërimet, që do të mbetet tashmë pjesë e bibliotekës publike Shevqet Musarai.